Përshëndetje, duhet t'ju rrëfej një sekret që pas gatimeve të mia nuk fshihet Big Brotheri, po fshihet një nepsqare që quhet Casey, edhe është atzan dhe i vetë mendja për gatime. Dhe kësaj radhe ne vendosëm, më falni, Casey vendosi që ne të bëjmë karkaleca. Presim një thelpi udhër ta kemi gati dhe hedhim karkalecat në digan pasi kemi marinuar dhe pak me krip, edhe i lëm të skuqen mirëmisht sa të marrin një ngjyrë të bukur. Tashme karkaleca me makaronat janë një nga ushqimet tona më të preferuara. Presim speckë të kuqe, i presim copa se Casey kshu i ka qef. Unë zakonisht i prisja rota dhe vëm ujin të zjej për makaronat ndërkohë që skuqen karkalecat. Vëm dhe përparse që të dukemi më profesional tashme. Ndërkohë nuk harrojmë të trazojmë karkalecat vazhdimisht se mund të digjen dhe na marrin atë aromën e të djegurës. Edhim speckat e kuqe brenda, i trazojmë mirë derisa të zbutet pak speca. Ndërkohë ka zjerë dhe ujë makaronave dhe jemi gati për t'i hedhur brenda. Ne përdorim barilla se na pëlqejnë shumë si makarona dhe nuk e ndërrojmë. Presim ca baby tomatoes në mes, edhe pas janë së zbutur specat, edhim urdhërën brenda, edhim edhe domatet. Urdhra jep një aromë shumë të mirë karkalecave. Edhim edhe salcën, në varësi sa ju pëlqen juve, ne nuk e duam me shumë salcë, po ju mund të jepni sa doni. Edhim dhe pak ujë në makaronat, që të marrit të shije në makaronave dhe pak krip në makaronat, edhe i lëm sa të trashet pak karkalecave, edhim dhe pak piper. Kulloj makaronat, edhe pastaj i marrim makaronat dhe i edhim në digan, që dhe i trazoj mirëmisht që të marrë atë salcën dhe të përzihet bashkë me karkaleca të marrë gjithë atë shijen që së bashku. Zakonisht makaronat me karkaleca shkojnë me verë të bardhë, po ne që ne ka fut gruaja kem në këpucë, na e lejon, kështu që e pi mamita në gotë vere. Hajde mo, mirë është kështu. Herdhim karkalecat në përpjata dhe jemi gati të shijojmë dhe të shikojmë Big Brotherin për qefin ton. Sigurisht kur bën romuj duhet edhe ta pastrosh. Ne pastrojmë që si përfaqësore si burra që jemi, se me pastrimin të thella merret Casey. Lajm dhe enet nga Afrika. Një këshill nga mua, ju lutem merrni grua që di të pastroj karkaleca, se përndryshe do hani të fundit ose do t'i hani të ftohta. Si duke makaronat? Duke shumë të mira, po do ta provoj se nuk mund të them për atë. Duke dielli që më gjes. Baby është i kënaqur.